Këtë të diel, qytetarët e 18 komunave të Kosovës, mes tyre edhe të Gjakovës, do t'ju drejtohen sërish kutive të votimit për të zgjedhur kryetarin e komunës në raundin e 2 të zgjedhjeve. Ndërsa institucionet po bëjnë përgatitjet e fundit, edhe Policia e Kosovës ka finalizuar planin operacional për siguri, me synim që i gjithë procesi të zhvillohet në mënyrë të qetë dhe pa asnjë incident. Komandanti i stacionit policor në Gjakov, Major Milazim Lumi, ka konfirmuar se të gjitha njësitë policore janë në gatishmëri të plotë. Policia e Kosovës, konkretisht stacioni policor Gjakov, veçi ka kryer përgatitjet përfundimtare ditën e sotshme rreth zgjedhjeve lokale për ballotazhin i cili do të mbahet me datën 19/11/2025. Ne kemi hartuar planin operativ ku kemi parapar të gjitha qendrat e vendvotimit të mbulohen me zyrtar policor, po ashtu edhe çështje logjistikës kemi të mjaftueshme vetura si dhe personel policor për të kryer detyrat rutinore të cilat dalin ditën e zgjedhjeve. Sipas tij, numri i zyrtarëve policor në terren do të jetë i mjaftueshëm për të mbuluar të gjitha qendrat e votimit, ndërsa koordinimi me institucione tjera relevante është i vazhdueshëm. Policia ditën e zgjedhjeve për ballotazh punon me orar 12, kështu që nga palestra sporteve materiali zgjedhor bartet së bashku me personelin e KQZ-s dhe policinë dhe po ashtu gjatë procesit zgjedhor në përfundim prapë pas numërimit gjendeve të votimit apo siç ka vendosur KQZ-ja, materiali zgjedhor sensitiv përcillet me policinë deri në palestrën e sporteve ku edhe aty deri në përfundim do të kemi mbikëqyrje policore për sigurinë e jashtme të palestrës. Policia ka apeluar gjithashtu për respektim të rregullave dhe shmangje të çfarëdo situate që mund të cënojë procesin demokratik. Në Gjakov, sikurse edhe në komuna të tjera ku do të zhvillohet raundi i dytë, pritet një proces i qetë zgjedhor, teksa zyrtarët policor mbeten të angazhuar deri në përmbylljen e plotë të procesit.